Se vërtet që keni shëndruar mbrëm Pregaz? Po, kam qenë mbrëm të Basarifat, kur u takuam për festimet e përvjetorit të 18 pavarësisë. Besuam që do të kemi mundësi që të qëndrojmë pak bashkë të rrimë, sepse si mi par ka herë, nuk ke një mundësi e tillë dhe e kishim lënë që të takohemi dhe Ka të bëjmë me ndonjë emër për propozim për president? Biseduam për zhvillimet politike, biseduam për shumë çështje. Mirë po, natyrisht që zgjidhja është në mesin e këtyre tri subjekteve politike. Duhet ta kuptoni një gjë që edhe vetëvendosja 66 me partnerët me cilët ka garuar bashkë dhe me pakicat që na janë bashkangjitur mandej, kur ja shton edhe 15 deputet të LDK-s bëhet 81. Pra me mzi. Edhe 81-shi nënkupton që asnjë deputet, as i vetëvendosjes, as i LDK-s, as i pakicave nuk bën të dështoj. Ose, e thënë më saktë, mund të dështoj një, po jo dy. Prandaj edhe vetëvendosja me LDK-n nuk është një formulë e sigurt që ne ta pejkalojmë këtë çështje dhe të mos detyrohemi të shkojmë sërish në